Pa e politika që shtoj një fjallë popullore, s'ka s'kaq. Politika këtu. Si ka pëlqy Albini, si ka pëlqy Vjollcës. Kur i ka pëlqy Albinit e ka marrë Vjollcën nga veti, i ka shku me 3000 vota e boni kryetar. Fol pak për çdo zhvillimet e fundit politike që ke pa, punën e Vjollcës të Albinit. I kum pasi që tu për që një 7 vjetëve Albini katastrofa është. Vjollca kone mirë, po kur ta kish partnerin e keq, s'munesh me pas barazimet dhe të njëjtë. Vjollca një në non për mirë, Albini për mrapsht, se mrapsht peshe ka marrë qeverin, kur marrë se ka këthyje. Veç të fundi. Pse po mendon që ka ndodhur që ke krizja mes këtyre dyve? Pa e politika që shtoj një fjallë popullore, s'ka s'kaq. Politika këtu. Si ka pëlqy Albini, si ka pëlqy Vjollcës. Kur i ka pëlqy Albinit e ka marrë Vjollcën nga veti, i ka shku me 3000 vota e boni kryetar, ky si minister edhe që. A e meriton me pas edhe një mandat Vjollcës? Vjollca e meriton. Sa ka punu për Kosovën? Pas ka dhonë bash ashtu vesh mirë konë, kërë do dove mirë konë në. Se jo që me thonë, po konë prefekt ju, vesh mirë konë, mirë. Sa i ka gjasat me fitu? Për atës besaj mo që hinë, vesh po moj me mëtë që po i kthejet LDK-s. A mendon që ka jep edhe një shansë për me formu qeveri? Sa mujnë me gjithë bashkëpunim mes vetë? Shtire kanë, se ta shën prish detalesht, krejt janë prishën. Jo shenë e vetë, vjeni 3 shenë edhe vetë, jo vesh mone që përshojmë televizor temë. Vesh shtire kanë. Vjollca u kanë në LDK ma herë. Ma herë të konë. A mendon që mundet më këthy prapë dhe e pranojnë? E pranojnë. E pranojnë? E pranojnë. Se Vjollca është e aftë. Tash edhe LDK ka detatëve si ju, valla, se Vjollca është e aftë, po mojmë me që këthe, kur këthet, Vjollca ka më rrit LDK-ja. A mendon që ka më këthy? Ka më këthy. 90%. S'po thom 90, jo vesh 80% po. Kena pas zgjedhje shumë edhe qytetarët janë lodhë për ishtë saj. Ja mos që për dolin me dhonë votën, s'besaj. Ju vetë, a keni me dalë? Ju. Qa me dalë, për ko me dalë? Gjithë vesh për veti, për gjep vetë. Sa është e vështirë krejt që ke situatë edhe për... Sa mundun me ndiku, çfarë mesazhe jep të ndërkombëtar, gjendja në Kosovë? Ata s'po hini, s'po duhen me... Nive, që ka tha Gjermani, nuk dërhytha për Vjollcën, as për Kokonin mo. S'po ndërhyn mo këta tjashtit. Por juve, kush është ka mas miri me qeverisë këtë vend? Kush ka qeverisë mas miri diri tash? Që ka ba dhe për qytetarë? Pasha bukën tash, muj me ta dhonë një përgjigje, pas që tash në përgjigje, s'munesh me thonë djallin tanë me pas, atë së një thume.